Keni dhimbje gjuri, doktori zbulon sekretin si t'i thoni lam të mirë. Nyjet më të rëndësishme në tërë trupin ton janë gjunjët, me qënë se na ndihmojnë me lëvizje. Gjunjët janë të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtim, ulje dhe shumë lëvizje të tjera që ne performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve mund të sjellë vështirësi dhe të zvogëlojë lëvizshmërinë tonë. Në rast të inflamacionit duhet të veproni shpejt. Përbërësit që do t'ju duhen për këtë recetë janë 1 e verdhë 2 lugë krip fash elastike. Rriheni të verdhën e vezës dhe përziheni atë me krip. Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe vendoseni direkt në gjuhë, si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet ta kryeni këtë praktikë me fasha rreth 4 herë në ditë për rezultate më të mira.